Mirë mbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Mirë se keni ardhur në emisionin Balla Fakim, në këtë emision të drejtë për drejtë që transmetohet çdo të martë në orën 21 në valët e televizion Apollon. Është emisioni i parë i sezonit në të cilin do të diskutojmë për marrëdhëniet e shtetit me median. Gjithashtu, pjesët e këtij diskutimi do të jenë shumë çështje të tjera të rëndësishme si raporti i pushtetit me operatorët mediatik, betejë e politikës për mediat, transparenca e institucioneve dhe ndërmarrjeve në lidhje me veprimtaritë e tyre përballë mediave dhe për çështje shumë tjera të rëndësishme që do të jenë live. Për të diskutuar sa tham lart kemi ftuar një panel shumë të veçantë, është kryetari i Bashkisë së Fierit zoti Baftiar Zeqaj, është kryetari i Unionit Gazetarëve të Shqipërisë zoti Aleksandër Çipa, është Ornela Gaçe, moderatori i emisionit Televizion Skan dhe kolegu ynë Vladimir Muça, kryetari i Unionit Gazetarëve të Qarkut Fierit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studion e Televizion Apollon. Zoti kryetar, ju keni përvojë të gjatë në raport marrëdhënie e pushtet media. Në përgjithësi ato janë ndërtuar në bazë të interesa apo dhe kohës. Si kanë funksionuar këto dhe cilat kanë qenë ato media që kanë qenë më transparente dhe më objektive në pasurimin e veprimtarive të tyre? Parasyshimi im ka qenë që të jemi të barabartë me gjitha media dhe nuk ka patur asnjë rast që ne të lajmërojmë një pjesë televizioneve dhe një pjesë jo, etj. etj. Çështja jonë ka qenë që të gjithë ta marrin lajmin në kohën e dur, në momentin e dur dhe të transmetohet si një komunikim i bashkisë me qytetarët. Shpresoj që për kaq vite kemi krijuar një eksperiencë shumë të mirë me mediat, me televizionet lokale sidomos, dhe kjo ka qenë interes të dy palëve, qoftë në interesin ton për të komunikuar çdo ditë me publikun, po kështu edhe mediat besoj se kanë marrë në kohën e dur lajmin për ta transmetuar. Unë besoj që kjo marrëdhënie ka ardhur vazhdimisht duke u kurtësuar pozitivisht dhe nuk ka gjasa që këto marrëdhënie të mos jenë të mira edhe në të ardhmen. Po, zoti Çipa, a i bën pushteti pjesë të transparencës mediat? Po, natyrisht ju kërkoni një mendim për pushtetin në pavarësisht nga mandatet e rotacionit të fundit, sepse është herët për gjikuar qeverisë si të rinj për mënyrën se si do të ndërtojnë marrëdhënien e tyre me mediat dhe me gazetarët në përgjithësi. Është herët për të vetmen arsye sepse do duhet kohë që ata të ushtrojnë praktikën e përditshme dhe ne natyrisht të fitojmë mundësinë e pasjes një prove dhe një dëshmi reale të marrëdhënieve që se ndërton pushteti politik në nivelin qendror dhe përfaqësuesit e rinj politik në nivelet më të rëndësishme të vendimarrjes politike të vendit. Kështu që në këtë kontekst unë do doja që të mbeteshim tek ai që është problemi më i rëndësishëm dhe që një zëri u pranua edhe në konferencën e fundit të organizuar nga prezenca e OSBE-s në Vjenë, në Tiranë. Është një konferencë nga më të rëndësishme ndërkombëtare të zhvilluara me pjesëmarrje nga aktorë dhe protagonistë të jetës mediatike të gjithë hapësirës ballkanike dhe të Evropës juglindore, dhe që solli një panoramë reale të debateve dhe shqetësimeve problematike që kanë mediat në hapësirën rajonale ballkanike, por njëkohësisht edhe komunitetet e medias profesioniste në këtë hapësirë. Shqipëria është në valën, në trysninë e kësaj problematike e cila sot është vërtet delikate dhe pa ngurim mund thuhet që është në situatën e një krize të re. Një krizë ku bashkëjeton zhvillimi i medias në pikpamjen teknologjike dhe në rrafshin e krijimit të networkeve dhe të gjithë, le të themi, pluralitetit funksional të operatorëve, por një krizë që bashkë mbështetet me krizën e njohur ekonomike dhe financiare. Mbivendosja e një krize të brendshme, një krize brendallojt, pra një krizë që është ajo e mediave në përgjithësi edhe e problematikave që ka raportimi i përditshëm në media, e bashkë vendosur me krizën ekonomike ose financiare që përjetojmë, e shumëfishon problematikën, e bën edhe më kritik opinionin publik ndaj cilësisë së medias dhe natyrisht ndaj misionit si shërbëtore e opinionit publik të njohur.
Dhe nëse sjell në vëmendjen tuaj pohimin e viteve 90 njërit prej filozofëve më të rëndësishëm të mendimit teorik për çështjet e medias, Marshall McLuhan, i cili e konsideronte median dhe përcaktonte median si një zgjatim të njeriut, sot media nuk është më vetëm në këtë funksion kategorik të përcaktuar, por është si një zgjatim e interesave që krijojnë grupet e interesit dhe natyrisht edhe palët politike. Në këtë vendosje të raportjeve kaq problematik, ne jemi në kategorinë tonë që përfaqësohemi si gazetar, jemi natyrisht edhe në një krizë tjetër, që është ajo e çështjeve të rregullimit dhe problemeve të tjera të proceseve vetë rregulluese, për të cilat ne jemi shprehur edhe më parë. Zë Gaçe, një ndër treguesit e zhvillimit të një shoqërie është edhe forma apo mënyra se si këto shoqëri zgjidhin problemet e pjesës së vet. A ka këtu të ne tregues pozitiv të raportit të shoqërisë me shtetin në funksion të rregullimit të raporteve ose të... Mision duhet ta luajë media. Po përgjithsisht në situatën e sotme, do të them pak më thjesht se kryetari i Unionit, ekziston një kundërthënie mes kodit etik të qeverisë së sotme dhe parimit të tolerancës maksimale. Ne kemi ndjekur kryetarin e tanishëm të qeverisë gjatë fushatës së tij që propagandonte më të madhe ekzistencën e një tolerance dhe e kërkonte këtë gjë dhe e theksonte jo një herë, madje akuzonte kryetarin e dikurshëm të qeverisë për mungesën e kësaj tolerance. Tani media sot, unë besoj se kryetari i Unionit do të vite kjo çështje tek kodi etik i përcaktuar nga qeveria. Media sot përballet përpara një situate që nuk e ka brohoritur. Duhet jemi koshient për këtë. Por unë kam bindjen time që në të gjitha betejat që media ka patur me qeverisjet, jo vetëm me këtë qeveri, media ka dalë fituar. Pse? Sepse media ka qenë gjithmonë partizane e fjalës së qytetarit. Gjithmonë ka përcjell mendimin e qytetarit. Dhe politikanët gjithmonë kanë patur nevojën e medias për të shprehur. Sepse në të kundërt çfarë do të kemi? Do të kemi një problematik të zhvillimit të emisioneve politike. Ato emisione do të jenë të njëkashme ose kao politik i strukturës qeverisë nuk do të jetë prezente. Administrata do të jetë e kyçur në informacionin e saj. Dhe ju e dini shumë mirë që një gazetar për ta dhënë transparent informacionin i duan më shumë se një burim. Ndoshta kjo do të jetë një çështje që do të preket gjatë diskutimit sotëm dhe me kryetarin e Unionit. Në fakt unë e bëra pyetjen pak desha një përgjigje tjetër. Është misioni medias. Është misioni medias që të pasqyrojë pambarimisht problemet e shoqërisë shqiptare. Në përgjithësi kur marrëdhëniet janë të tensionuar ndërmjet segmenteve të institucioneve shtetërore, policisë, prokurorisë apo edhe shërbime informative, apo edhe institucione tjera, ka një interes shumë të jashtëzakonshëm publikut. Po nëse media vije përballë këtyre institucioneve, atëherë interesi është edhe më i madh. Jo, atëherë, ky kurs duhet ndryshoj. Ka pafund kanale televizive, jemi të ngopur me lajme të tilla, ky kurs duhet ndryshoj. Qytetari është i lodhur me këtë gjë. Qytetari do transparencë. Jo, qytetari do besueshmëria e medias, prandaj rritet interesi kur përballet media me institucionet. Qytetari do vërtetësi dhe transparencë. Ky do të jetë misioni i medias sot. Po, zoti Muço. Në vijim atë çka tha zoti Çipa dhe Ornela, unë do thosha që në demokraci padyshim, pa bërë shumë koment, pa u zgjatur, do thosha që në demokraci roli i medias është i jashtëzakonshëm. Do të sjell eksperiencën time gjithë kolegëve të mi, për aq sa unë kam mundur të kontribuoj dhe vazhdoj të kontribuoj në këtë fushë, do të thosha që maksimi i mirë i produktivitetit të gazetarëve të medias përgjithësi është publiku. Unë konstatoj një diçka shumë të veçantë dhe shumë pozitive. Shumë njerëz na kapin në rrugë kur kanë një problem ose një hall për të zgjidhur ose për të trokitur në një institucion. Dhe kjo tregon që publiku ka besim tek media. Por media ka kaluar dhe kalon, mendoj unë, në disa etapa, mos shikojmë vetëm anën sësiore. Janë shtuar shumë kanale, ashtu siç tha edhe Ornela pak më parë, ka shumë një fluks i madh ekranesh, gazetash e të tjera. Kjo është përsërisht diçka pozitive sepse është hapur tregu dhe këtu ngjelet edhe një falënderim edhe për të gjithë ata që kanë investuar në media, pavarësisht se duhet diskutuar edhe çik më gjatë ky raporti, si thua i kontratave, i bashkëpunimit të gazetarëve me pronarët e tjera. Por do të thosh edhe diçka tjetër në lidhje me këtë që ju bët në pyetjen e parë, te transparenca. Në fundit një institucion shtetëror
ka punë të veta, media ka punë të veta, është gazetaria, gazetarët përgjithësi që duhet të, si thua, për qenë sa më afër publikut, të zhbirojnë edhe të trokasin, si thua, ose të gërmojnë për skutat e të gjitha pushteteve. Ndaj edhe ne quajmë edhe pushtet. Nëse Lati kjo duhet parë edhe në këtë formë, se ndoshta kodi etikës mund të hapë edhe më shumë lojën për një gazetari më investigative, apo jo Çipa? Padyshim. Deshte për ta mbyllur. Kodi etikës mund të hapë lojën për një gazetari më investigative që ka munguar për realitetin e sotëm mediatik, ëh? Patjetër. Mund ta gjykojmë edhe në këtë. Me dy fjali dështosha këtë. Duke krahasuar vitet e punës time si gazetar, po i referohem vetes, sepse kur i referohem vetes janë gjëra të prekura nga afër. Por ne kemi qarë shumë hallë dhe probleme me gjithë komunitetin e gazetarëve, pasi ne funksionojmë si një komunitet goxha i mirë këtu. S'do të bëjmë burje, do të thënë, komunitet gazetar, por ky është një realitet faktikisht. Unë shikoj që ka një luhatje shumë madhe dhe ka një ngërç në media aktualisht të gazetarë. Janë ato probleme që duhet edhe një emision i veçantë për problemet ekonomike që kalojnë gazetarët. Pastaj, një gazetar i mirë e gjen gjuhën e komunikimit apo të bërjes lajmit në çdo lloj institucioni, sado i ngurtësohet tjetër institucioni. Një gazetar i mirë e gjen, si thashë një herë. Po do të hapi më shumë lojën e gazetarisë investigative kjo. Kjo mungon. Mundet shikohet edhe në këtë sens. Nëse flasim për se shumë i rëndësishëm ditët e fundit në mediat edhe në pjesën e debatit profesional që zhvillohet prej komunitetit tonë, është vendosur në epiqendër diskutimi për çështjen e kodit etik që është firmosur nga kabineti i ri qeveritar i kryesuar nga zoti Rama. Në këtë kod, natyrisht ka dy çështje për të cilat duhet ndajmë edhe mendim të ndryshëm. Së pari, kodi si një dokument është për herë të parë institucionalizimi i normës dhe ndërgjegjes etike në marrëdhënien që administrata e lartë publike, në rastin konkret qeveria, se ndërton dhe implementon në marrëdhënie me qytetarët. Te ky është një pozitivitet, se kjo nuk është një sjellje që po rishfaqet në mënyrë të krijuar vetë, por është një model i vazhduar në Anglia, nga qeverisja britanike. Dhe praktikisht deri këtu ndajmë një qëndrim pozitiv. Po nuk janë në kushtet njëjta. Problemi është natyrisht. Në Britani ka qytetërim, ka civilizim dhe njerëzit kanë mundësi të marrin informacione dhe në forma të tjera. Po ky është një hap institucional që nëse centralizohet informacioni e këtë pamundur. Pikërisht tani për nenet të veçanta të këtij kodi etik, se dhe kodi etik që kemi ne si gazetar është ripar dy herë. Së pari, për herë të parë është publikuar dhe është dakorduar që kodi etikës në mediat shqiptare qarkullohet dhe të publikohet në vitin 1996, dhe pastaj për shkak të zhvillimeve që mori media dhe sidomos realitetet e reja që u krijuan në marrëdhënien midis mediave dhe qytetarëve dhe grupeve të interesit dhe institucioneve dhe politikës dhe ndryshimeve demokratike që pati vendi, e bën të domosdoshme që ta amendojë kodi etik i gazetarëve dhe në vitin 2007 u ripa dhe mirë, po problemi është që ky kod nuk respektohet sot sepse nuk ka institucione dhe mekanizma ekzekutiv që në momentin që një gazetar, një botues, një kryeredaktor, një drejtor, një reporter e thyen dhe shkel kodin etik, ai nuk penalizohet siç ndodh në vendet e standardit europian. Në qoftë se një gazetar në mediat europiane cënon kodin etik, ai penalizohet. Dhe nuk është çështje se merr penalitete me burr, por merr penalitete së pari profesionale. Në Itali fqinje që edhe pse nuk konsiderohet një vend që ka modelet më të shkëlqyera për shkak se funksionon urdhri i gazetarit, në momentin që përdoset edhe shkelet kodi etikës, penalitetet fillojnë deri në një vit penalitet për heqjen e së drejtës së ushtrimit të profesionit. Për të mos fol pastaj për prerogativa të tjera të cilat natyrisht janë të respektuara, sepse kur vendos urdhri i gazetarit nuk ka më diskutim. Dhe nuk bën reagime që të politizojnë edhe vendimarrjen e kolektivit, domethënë të stafit apo të institucioneve vetë rregulluese që ka komuniteti gazetarëve. Në Shqipëri ne kemi një rast të parë që kërkohet të modelohet dhe të implementohet një kod etik. Këtu personalisht e kam parë me skepticizëm kur ka reaguar opozita e para, sepse ndodh gjithmonë, them, mos është një çështje politike dhe të mos bijmë edhe ne në këtë shërbes politike. Mirë, po kur jam njohur me tekstin dhe me draftin real, për nenin që flet drejt për së drejti, për mënyrën se si duhet komunikojnë ministrit, qeveria me media,
Ne kemi arritur në konkluzionin që këtu kemi të bëjmë me një akt që e centralizon të drejtën e marrjes dhe dhënies së informacionit. Dhe kjo pastaj sipas shqyrtimeve tona, natyrisht jo. Natyrisht dhe prandaj për këtë gjë do të fillojnë negociatat që sepse ky nuk është një kod që ka kaluar nga parlamenti dhe tani është vështirë për të nisur procedura amenduese. Jo, ky është një kod që është një kod pune në një lloj kuptimi, që dhe mund të negociohet. Dhe ne të jemi dhe bile unë këtë për herë parë e artikuloj këtu dhe shpreh në emër të Unionit Gazetarëve, që ne do të nisim biles para 3-4 ditësh, ne jemi shprehur publikisht që do të formulojmë një promemorje, një memorandum për të gjitha çështjet që kemi ne, dhe këtu nuk janë vetëm çështjet e kodit etikës, por janë çështjet tona që kemi ne, çështjet e pagave, çështjet e informalitetit, çështjet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, çështjet e kontratave etj që janë çështjet e akumuluara në gjithë arkun kohor të tranzicionit, të negocion dhe të futen në një rrjedhë institucionale, të rregullimit dhe natyrisht reagimit institucional. Këtu tani përfshihet edhe neni kaq i debatueshëm i kodit të ri etik. Dhe jam i sigurt që do ketë një fleksibilitet nga pala e qeveri, sepse është e pamundur. Në të kundërt kjo shkakton jo vetëm kosto politike për qeverisë së të rinj, po mbi të gjitha kjo krijon, rikthen edhe një herë polemikën gati antagoniste midis mediave të lira, një gazetarisë së pavarur edhe me diçka të shkurtër. Shipa, ne bëjmë mirë që diskutojmë kodin e etikës. Është primare në media, edhe kodi i etikës të zbatohet edhe ta njohin gjithë kodin e etikës, por ka penalizime të madh për gazetarët kur s'marrin pagat, janë të pasiguruar. Vetë kemi raportuar në shifra. Kjo është pyetje retorike. Vetë kemi raportuar në shifra, mbi 70% e gazetarëve nuk marrin pagat. Janë të pasiguruar. Nuk përfshir gjitha mediat, me atë që thua ti. Po mos ki me rak ti unë jam dëshmitar. Ti je në media që unë po flas për përgjithësi. Gjithsesi, zoti kryetar, ju do të jeni pjesë e këtij projekti të ri, në thosha dhënies informacion. Do thosha diçka përpara kësaj, dhe unë për kodin etik, unë e shoh si rregull, nuk e shikoj si mungesë transparence, domethënë dhe më pëlqen shumë që një komunikim me mediat në këtë formë jep seriozitet dhe i ngre edhe nivelin media, i ngre pjacën mediave dhe sidomos gazetarëve për këtë mënyrë komunikimi. Shumë shkurt do të kaloj tek Bashkia e Fierit. Unë do të kërkoj vazhdimisht që gjithë shefat e departamentit të komunikojnë me publikun për të transmetuar dhe në kryetar, për të transmetuar politikat e bashkisë qytetarë dhe në fundit për transmetuar dhe çfarë po bën, çfarë ke bërë këtë muaj, çfarë ke bërë këtë javë. Dhe do të vite shumë mirë që niveli i shefave të departamenteve që në përgjithësi prononcohen për politikat apo të ndryshme për punë, drejtimet kryesore të punëve, apo nën kryetar do të vite shumë mirë që të ishin shumë serioz përpara publikut, që ta informonin atë dhe ky variant, ky qëndrim, domethënë nuk do të thotë që të fshihen punët që nuk janë bërë në bashki ose do të fshihet korrupsioni, do të fshihen ku di unë. Nuk do të thotë, nuk do ta përkthejmë kështu. Dhe në një farë mënyrë bie shumë dakord me Çipën që le të komunikohet me qeverinë shqiptare për ato momente që nuk janë në përputhje të plot me media. Pra shkurt do thosha që kodi etik do thotë një komunikim në një nivel tjetër të pushtetit qendror me mediat. Nuk kemi asnjë lloj kënaqësie që një ministër mund të flasë dhe rrugës çfarë do ai, domethënë, dhe i pa përgatitur, sepse nuk jep ndonjë gjë edhe për qytetarët, edhe nëse nuk është i përgatitur dhe flet, domethënë në një farë mënyrë. Kjo nuk është ajo liria, domethënë, që ka një ministër apo një drejtor tjetër që shpesh herë përqejmë që ky po flet lirshëm, domethënë, ai po flet lirshëm, ai nuk transmeton politika, domethënë, nëse do quajmë këtë transparencë, domethënë një ministër, një drejtor, një shef, domethënë që flet në rrugë, flet në lulishte, domethënë për politikat e qeverisë etj. Pra nuk do të jetë ky ai personi që është transparent, domethënë, dhe ai që flet më i përgatitur, domethënë ka një komunikim tjetër, domethënë nuk është transparent. Në këtë kuptim doja që kështu e shoh fundon, kështu e përkthej unë kodin e etikës. Sa ndikon pushtetin uzurpimin e medias? Se ka media që janë jo fitimprurse. Absolutisht, mund të ketë një ashtu, po analizojmë të. Pushteti i mëparshëm dhe jo për të hedhur gur, për pushtetin e mëparshëm dhe për të folur shumë mirë. Edhe për pushtetin lokal. Për pushtetin lokal nuk diskutohet. Nëse krahasojmë kemi disa media, favorizohen drejtuese mediave të veçanta në aktivitete jashtë kësaj specifike,
Nuk Ajo është një favorizim. Domethënë doktor kundërshtari që ka një aktivitet licencuar. Edhe nëse ekziston kjo, domethënë nëse Jo, po them bashkia fjerë. Është nga format që Ne po flasim për qëndrime të mëdha, domethënë, ndërsa ju po flisni për një aktivitet, nëse bashkia fjerë i dha 1 milion të vjetra, se për kaj po diskutohet, një media në një aktivitet, në një koncert, dhe këtë nuk e mori media tjetër. Kjo nuk është jetësore fare, domethënë, për median, për të Apollonin, domethënë jeta e tij nuk varet fare. Pa folur se për buxhetet e bashkive, domethënë që janë cop dhe nuk kushtozojnë dot në një farë forme, domethënë që media ti bëjnë fresk, domethënë kryetari i bashkisë apo përkundrazi, le ta theksojmë këtë që në nivel lokal mediat janë më të pavarur sepse edhe fuqia e një bashkie nuk është kaq e madhe sa dominoj mediat. Përkundrazi ndodh e kundërta që ndonjëherë ne sulmohemi më shumë se ç'duhet. Përkundrazi ndodh që mediat kanë më shumë pushtet dhe kjo dihet, domethënë se sa një bashki apo një komunë pasaj që është mund të jetë cop, domethënë pra mediat janë ato që kanë pak më shumë fuqi. Nëse do flasim kush dominon opinionin. Mediat? Jo, nuk flitet, nuk mund të bëhet. Unë kam një merak në këtë situatë. Dhe të mos ngatrojmë marrëdhëniet shumë të mira me dominime, me influenca. Unë kam një merak. Jemi te Apolloni, jemi te Apolloni, këtë e ka me djersën e vet, nuk e ka me kontributin e atë bashkisë apo të komunës. Unë kam një merak në gjithë të situatë. Ky problem që ju përmendët është një problem që ju përket ju këtu brenda shtëpisë tuaj, se ne quhemi të ardhur miq apo jo, kryetar? Jo, në përgjithësi. Unë kam një merak të madh në gjithë të situatë mediatike. Ne nuk vim nga ndonjë histori e lavdishme mediatike me qeverisjen e mëparshme, ëh? Të jemi realist apo jo, Sander? Është vërtet. Ne vim nga një histori e tmerrshme, zgjedhjesh elektorale ku zgjedhjet transmetoheshin fjalimet e kryetarëve të montuara nga kryesitë e partive. Dhe media, si papagall, përsëriste ato gjëra që ishin të gatshme. Ne po kërkojmë një gjë më të mirë. Dhe me shpresë që kjo gjë të jetë më e mirë dhe këtë gjë e presim nga qeverisja aktuale, kërkojmë këtë gjë që kryetari e tha. Por unë kam merakun tjetër që e thashin kryet herës. Në një situatë rotacioni, skandalet politike janë gjithmonë të pranishme. Mungesa e këtij informacioni, sa do ta mundsoj debatin politik? Unë këtu e kam merakun tim. Sander. Ky është një problem që edhe ne prandaj po i ngrem këtë. Ka një në disa prej bisedave. Se që janë bërë gabime nga qeverisja e mëparshme, patjetër që tani këto gabime populli duhet i di. Sa do ta mundsoj debatin politik kjo gjë? Këto ditë për shkak të, le të themi, edhe të paqartësisë që ka shkaktuar çështja e kodit etik të qeverisë, kam pas mundësinë që të kenë disa negocime shpjeguese nga përfaqësues të shumicës së re. Dhe këtu kam parasysh shumicës së re me gjithë spektrin e koalicionit të vet. Dhe në fakt predispozicioni i tyre ka qenë që ne duam të se ndërtojmë një maturitet në marrëdhënie që do të krijojmë me media. Domethënë që atë që do themi ta mbrojmë, jo të ikim, jo të bëhet ajo në një moment ku rrezikon interesat, bëhet evazive dhe nuk e merr përgjegjësinë kush e tha, si e tha dhe pse ndryshoi etj. Domethënë ky shpjegimi oportun që bën pala zyrtare. Tani unë natyrisht si gazetar jam skeptike dhe vazhdoj të jem skeptik për këtë gjë, sepse kjo është një gjë, në qoftë se në kod theksohet që gjithë ministrit do ta distribuojnë informacionin te departamenti që do të krijohet në qeveri, ky në fakt është centralizim. Dhe pas kësaj, kjo do të shkaktojë pasaj atë që quhet koha e burokracisë së përgjigjes prej institucioneve. Dhe ne jo se nuk e ka ekzistuar kjo në qeverisë e mëparshme. Për shembull, në emisionin tim un kam patur pafund tema ku zyrtarët e qeverisë gjithmonë kanë patur problemin për të marrë leje ke ministri dhe gjithmonë ka refuzuar ftesën. Domethënë, de facto kjo ka qenë. Tani u bë e shkruar, e kupton? Ky dhe ne për këtë gjë është herë të flasim sepse praktikisht nuk është negociuar me autoritetet vendimtare për këtë. Dhe kur them vetë autoritetet vendimtare, ne kemi parasysh kryeministrin. Dhe për këtë shikoj që janë të shqetësuar pjesa më e shëndoshë e komunitetit gazetarëve dhe vetë mediave. Dhe jam i sigurt që kjo do kalojë në një proces rinegocimi, unë jam i sigurt për këtë gjë, po është herët për të shprehur. Ndërsa unë vi tek ajo që ju e thatë me të drejtë. Debati politik. Fakti që mediat ishin të parat që e rrëzuan dhe